Bota do të ndryshojë përgjithmonë. Një ditë për të mos u harruar. Një dekret prej së larti. Një kohë për të shënuar. Një botë e sunduar me grusht të hekurt. Në kohën kur njerëzit kishin nevojë për shpresë, Perëndia do të dërgonte një foshnjë, një mbret, për t'i ofruar parashije në një të ardhmeje më të mirë. Por pse? Pse u zgjodh një virgjëresh për të qenë nëna e Jezusit? Pse një njeri toksor u zgjodh për të rritur një foshnjë të dërguar nga qielli? Pse u zgjodhen njerëzit më pak të rëndësishëm, që të ishin të parët që do të shihnin mbretin e porsalindur? Pse erdhën mbretër nga lindja për të adhuruar mbretin e judenjve? Pse Betlehemi? Dhe mbase pyetja më e rëndësishme, pse duhet të na interesojë kjo? Dhe çfarë rëndësie duhet ketë foshnja në Betlehem për mua? Edhe pse kanë kaluar shumë vite, dhe ai grazh në Betlehem ka kohë që nuk është më, ne duhet ta përqendrojmë shikimin ton përmes mjegullës së kohës, shohim përmes lenteve të shkrimit dhe të përdorim imagjinatën ton, jo për të ndryshuar historinë e Krishtlindjes, por për të përfituar njerëzit, vendet dhe rrethanat që mund të kenë qenë pjesë e lindjes së Krishtit. Dhe duke e bërë këtë, ne do të mund t'i përgjigjemi misterit, kuptimit dhe pyetjes. Pse lindi shpëtimtari? Pse lindi shpëtimtari? A është kjo thjesht një tjetër ngjarje historike? Apo thjesht një tjetër bestitni? Apo thjesht një prallë vjetër që na ka mbetur nga fëmijëria? Po sikur ky çast i veçantë në histori të ishte fillimi i shpengimit ton. Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, do të na duhet fjala e Perëndisë si udhërrëfyes dhe imagjinata për ta treguar historinë. Do të duhet që ne të bëjmë atë që bën barinjt, atë që bën dietarët, madje edhe atë që bëri Jozefi dhe Maria. Duhet të udhtojmë për në Betlehem. Unë jam David Jeremia. A do të udhtoni bashkë me mua në një vend të largët dhe në një kohë që në çdo çast tjetër do të ishte harruar? Atëherë le të vendosim kursin 2000 vjet më parë në një pikë që e ndan historinë. Skena është një qytet i vogël në peizazhin e qetë të Judes. Janë hapur fjalë se dita ditës do të ndodhë një mrekulli. Tani jemi gati për të shqyrtuar pyetjet që rrethojnë udhtimin ton mbreslënës përmes mrekullisë së Krishtlindjes. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati përjetshëm, Princ i paqes. Në çastin kur njerëzit kishin më shumë nevojë për shpresë, Perëndia dërgoi profetët për t'u ofruar një parashije të një panorame më të mirë. Më shumë se 300 profeci të vjetra të dhjatës vjetër do të përmbusheshin në jetën, vdekjen dhe në ringjalljen e Jezus Krishtit. Dhe e para do të përmbushet në një qytet të vogël, të quajtur Betlehem. Por përpara se të vizitojmë qytetin e vogël të Betlehemit, le të shkojmë pak më tutje në këtë histori për të zbuluar aq sa mundemi për një burr dhe një grua që u zgjodhen për të rritur birin e vetëm të Perëndisë. Jozefi dhe Maria u rritën në një qytet të panjohur të quajtur Nazaret. Ishte shumë i ngjashëm me shumë fshatra të tjerë në rrafshinën e Galiles.
Ka shumë gjasa që të dytë kanë luajtur së bashku në përfusha dhe në sheshin e qytetit kur kanë qenë fëmijë. Të dy palët e prindërve kishin rënë dakord për martesën e tyre që do të bashkonte jo vetëm dy të rinjt, por edhe dy familjet. Maria do të ketë menduar për marangozin e saj të ri dhe të pashëm. Ai e vuri re buzëqeshjen e saj dhe perëndishmërinë e karakterit të saj. Jozefi me shumë mundësi ka qenë një njeri i thjeshtë dhe praktik. Ai ushtronte zanatin e tij, ruante një emër të mirë në komunitet, frekuentonte sinagogën dhe mbante familjen. Kurse Maria ishte një vajzë e re hebreje që një ditë do të jetonte me familjen e bashkëshortit të saj, dhe që të dy do të fillonin një jetë e një familje së bashku. Përgatitjet për martesën e këtij çifti të rinj përfshinin shkëmbimin e dhuratave për çiftin dhe për familjet e të dyve. Faleminderit. Çfarë është? Këtu ke pak vile rushi dhe djath. Oh, Shpresoj të të pëlqejë. për djemt janë këto? Jam për ty dhe mund t'i Vërtet? ndash. Vërtet? Po. Ej, djema, ej! Ej! Maria dhe Jozefi mezi e prisnin gëzimin dhe haren e ceremonisë. Bashkë me mundësinë për të veshur rroba të bukura, për të vënë stoli të shtrenjta dhe për të ngrënë ushqim të përgatitur posaçërisht për atë ditë. Por mbi të gjitha, për të jetuar të lumtur në martesë me të dashurin e zemrës. Dua që ti marrësh ti këto. Është si buqeta jote e dasmës. Asgjë nuk mund të hynte mes tyre dhe jetës së bashku që kishin planifikuar që në fëmijëri. Maria e jetën e saj të qetë mendoi që ta kalonte duke i shërbyer dobishëm familjes dhe komunitetit të saj. Si mund ta dinte Maria për jetën që e priste përpara? Në muajin e 6, ëngjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galiles që quhej Nazaret, të një virgjër që ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit. Emri i virgjëreshës ishte Maria, dhe ëngjëlli hyri tek ajo dhe tha: "Të ngjatjeta, o hirplote, Zoti është me ty, ti je e bekuar ndër gratë." Por kur e pa atë, ajo mbeti e shqetësuar nga fjalët e tij, dhe ëngjëlli i tha: "Mos ke frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë, dhe do t'ja vësh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet biri i shumë të lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit për jetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur." Dhe Maria i tha ëngjëllit: Si do të ndodh kjo përderisa unë nuk njoh burr? Dhe ëngjëlli duke u përgjigjur i tha: "Fryma e shenjtë do të vijë mbi ty, dhe pushteti i shumë të lartit do të të mbulojë me hijen e vet. Prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perëndisë." Atëherë Maria tha: Ja shërbëtorja e Zotit. Le të më ndodh sipas fjalës sate. Dhe ëngjëlli u largua prej saj. Gjithë jetën tim
Pse Maria? Ajo ishte një virgjëresh që respektonte shkrimin dhe i bindej vullnetit të atit të saj. Ajo ishte një enë e pastër për të siguruar birit të vetëm të Perëndis, një familje nga e cila të vinte për të shpenguar botën. Zemra e Maris ishte në vendin e duhur dhe përqendrimi i saj ishte në vullnetin e Perëndis. Ajo e dinte se forca e Perëndis bën që çdo gjë të jetë mundur dhe dashuria e tij bën që çdo barr të jetë një gëzim për të mbajtur. Mund të përfityrojmë që Jozefi, ashtu si Maria, të donte një jetë të qetë dhe të zakonshme. Padyshim që jeta e Jozefit po ecte në drejtimin e duhur. Ai ishte i dashuruar dhe po bënte gjithë përgatitjet që duheshin bërë për dasmën me Marinë. Kurse tani, në tronditje dhe mosbesim, Jozefi kishte vënë re shtatzanin e dukshme të fejuarës së tij. Të gjithë do të kishin supozuar gabim se Jozefi ishte babai. Biblia na tregon se Jozefi ishte një njeri i drejtë dhe i ndershëm, që tani po përballej me një vendim të vështirë. Jo, po e bëj nga dashuria. Dhe edhe pse nga ligji ai kishte të drejtën për të larguar Marinë, ai ishte një njeri i drejtë dhe nuk donte që ta poshtronte atë publikisht. Shikon se çfarë thot, ha? Po flet me zemëri. Disa njerëz ishin dakord me vendimin e tij për t'u treguar i dëmshëm, kurse shumë të tjerë me shumë mundësi jo. Një kur shkelce. Mos jetë shmondur, Azarel, foli pak, të lutem, foli. Ti nuk po mendon të thjellë, të lutem, jetë kthehemi. Përpara të gjithë qytetit. Jo. Mjaft. Po shkon, çfarë po? Perëndi, të lutem, nuk di se çfarë të bëj me këtë. Kam nevojë. Jozef, biri i Davidit. Mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shenjtë, dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit, e thënë me anën e profetit që thotë: Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'i vësh emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Kur Jozefi u zgjua nga ëndra, ai bëri saktësisht atë që urdhroi të bënte engjëlli i Zotit. Ai i besoi Perëndis dhe fjalës që mori përmes lejmtarit të Perëndis. Mendoni pak për ndryshimet që ndodhen në jetën e Maris, që kur atë e vizitoi engjëlli Gabriel. Mendimet për martesën tani u shndruan në mendime për mëmsinë dhe mendimet për një jetë të qetë dhe të zakonshme tani u shndruan të qenit në qendër të përqeshjeve dhe spekulimeve nga njerëzit në fshatin e saj. Jo! Pse Maria? Edhe vetë Maria duhet këtë vrarë mendjen për këtë. Vërtet, arsyet pse ajo u zgjodh janë të njohura vetëm për Perëndin.
Por ne dim këtë, që ajo kishte gjetur hir përpara Perëndis. I binde i shkrimit të shenjtë dhe ju dorëzua planit të mistershëm të Perëndis. Maria u lut që edhe Jozefi të bënte të njëjtën gjë. Jozefi e mori Marin si gruan e tij. Ai do të bëhej babai toksor i Krishtit fëmijë. Ai do t'i shtynte dëshirat e tij për vullnetin e Perëndis. Dhe në këtë plan ai besoi. Dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi veproi ashtu siç e kishte urdhëruar ëngjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Por ai nuk e njohu derisa ajo lindi djalin e saj të parlindur, të cilit ia vuri emrin Jezus. Çfarë kishte të veçantë perandoria e madhe romake që e bënte ideale për ardhjen e Krishtit? Vetë romakët, pa vetdije, ishin pjesë e përgjigjes. Për herë të parë në histori, bota mesdhetare, djepi i qytetërimit, ishte i bashkuar. Të gjitha rrugët të çonin në Rom dhe rrugët romake të çonin gati kudo nëpër botë. Përfshirë edhe Jeruzalemin dhe gjithë rajonin përreth ku sundimtari romak Herodi i Madh sundonte me një grusht të hekurt dhe me një zemër të trazuar. Mbreti i mjeruar ishte i shqetësuar për vdekjen e tij dhe në të njëjtën kohë dikush po vinte për ta mundur. Ai po bënte përgatitje për varrimin. Ishte përpjekur në mënyrë të pasuksesshme të vriste veten dhe rinte zgjuar gjithë natën duke vrarë mendjen se kush mund të vinte për t'i vjedhur kurorën. Për Herodin nuk ishte e mirë të ishte mbret. Për sa kohë do të qëndronte ai në fron? Kush mund të vinte për të kërcënuar pushtetin e tij? Shumë ide të tjera ishin të pranishme në botën e shekullit të parë, por asnjë ide tjetër nuk ishte e aftë për të rrëzuar perandorinë më të madhe të njerëzimit. Jezusi jo vetëm që erdhi në kohën e përsosur, por solli edhe mesazhin e përsosur. Ai solli shpresë dhe dritë. Në një botë të sunduar nga shpata, ky mësues do të sillte paqen e përsosur. Në një botë plot me dhunë dhe ndëshkime, ai do të mësonte që t'i doni marrëmiqtë tanë. Në një botë plot vdekje, ai ofroi shpresën për një jetë të re dhe të përjetshme. Romakët dominuan përmes fuqisë së terrorit, kurse ai do të dominonte përmes dashurisë. Ky ishte një mesazh për të bërë për vete botën, kur u plotësua koha, në çastin kur e vërteta dhe dashuria e tij mund shpërndaheshin për ndikim më të madh. Jezusi erdhi për të sjellë mesazhin më radikal dhe më të mrekullueshëm që mund të prezantohet ndonjëherë. Ajo që do të ndodhte shumë shpejt në një grazhd në Betlehemin e vogël, do të ripërcaktonte historinë në çastin e përsosur të gjitha kohërave. Tani në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit. Dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin, secili në qytetin e vet.
Tani edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit që quhet Betlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e vet, me të cilën ishte martuar dhe që ishte shtatzën. Have rrugë! Largoni nga rruga! Qëndroni në anë! O kaloni romak! Mere kalin tjetër. Këtë vendose në derën e kazermës. Ti, shko tek tempulli, vendose në derën kryesore, le ta marri vesh të gjithë. Hapuni nga rruga për Romën. Hapuni nga rruga për Romën. Kjo është Roma. Hapuni. Kjo është Roma. U hapni nga rruga. Perandoria e Romës po regjistronte emrat dhe të gjithë ata izraelit që ishin pasardhës të mbretit David u udhëzuan që të paraqiteshin në qytetin e Betlehemit. Këtu përfshiheshin dhe Maria dhe Jozefi. Edhe pse Maria ishte në muajin e fundit të shtatzënies, ata filluan udhëtimin drejt Betlehemit, në qytetin e Davidit, për t'u regjistruar për taksat romake. Këto ishin të gjitha. Mari, Në rregull. Erdhi dita kur Maria dhe Jozefi do të linin shtëpinë e tyre të qetë në Nazaret dhe të nisnin udhëtimin për t'u regjistruar në Betlehem. Do të më marr malli për të. Faleminderit. Ndërsa përgatiteshin për t'u nisur, miqtë dhe familjarët e tyre duhet ishin mbledhur për t'u uruar mbarësi dhe për t'u dhënë dhuratat e tyre artizanale për foshnjën që do të vinte së shpejti në jetë. Një dhuratë. Për fëmijën tuaj. Faleminderit. Dhe për të shpallur fjalë bekimi dhe lutje për mbi ta. Zoti të bekoft. Do të vazhdoj të lutem për ju. Edhe unë për ty. Mari, kjo është për ty. Është për të mbajtur ngrohtë gjatë udhëtimit. Do ta shijoj këtë. Faleminderit. Të lutem. Do më marr malli. Të lutem, kujtohu. Çifti i ri do t'hidhte hapat e parë drejt një bote më të mrekullueshme nga sa mund të kishin përfituar ndonjëherë. Herën tjetër në Pse lindi shpëtimtari. Qyteti i Betlehemit do të jetë mikpritësi i lindjes së Jezus Krishtit. Edhe pse bota gati nuk e buri re ardhjen e birit të Perëndis, kjo do të ndryshonte fatin e njerëzimit. Faleminderit që na ndoqët sot.
Ndërsa reflektoni mbi fjalët e doktori Jeremias për lindjen e Krishtit dhe për Krishtlindjen e parë, nëse dëshironi të dini më shumë për Jezus Krishtin dhe për shpresën që mund të keni në të, doktori Jeremia do të dëshironte të ndante falas një burim me ju. Një broshurë me titull Momenti juaj vendimtar më madhështor, që do t'ju ndihmojë të filloni një marrëdhënie me Krishtin. Këtë mund ta bëni tuajën plotësisht falas sapo të kontaktoni me Moment Vendimtar sot. Faleminderit që na ndoqët. Nëse doni të dini më shumë për pse lindi shpëtimtari apo për doktor David Jeremian, hyni në pselindishpëtimtari.org. Bashkoni me doktor Jeremian teksa ai na ofron një studim të pasur të shkrimit përmes të cilit mund të gjeni forcë shpirtërore, inkurajim dhe udhëzime për botën e sotme. Bashkoni me doktor Jeremian çdo javë në Moment Vendimtar në këtë stacion. Së fundmi, dikush më pyeti, çfarë është moment vendimtar? Çfarë bën moment vendimtar? E po, ne jemi fjala e shpallur në rrugë, e predikojmë, e mësojmë dhe arrijmë njerëzit. Mendojmë përtej të dukshmes dhe shërbejmë përtej asaj që pritet. Dhe nëse kërkoni pak, do të na gjeni atje. Moment vendimtar është shumë gjuhësh, shumë kulturor dhe për shumë breza. Jemi për më shumë arsimim. Jemi 265 njerëz, duam të arrijmë një botë me 8 miliard. E vërtet, shpërndajmë fjalën e pandryshuar të Perëndis në një botë që ndryshon për herë. Nuk është një detyrë e lehtë, por me drejtimin e fuqinë e Perëndis, këtë po bëjmë. Ky është moment vendimtar.